Pas përfundimit të pashkëve në vendlindje, bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Greqi kanë nisur kthimin për në shtetin fqinj. Gjatë ditës së hënë, në sportelet e daljes në doganën e Kakavijës, është regjistruar fluks në rritje i këmbësorëve dhe automjeteve që udhëtojnë në drejtim të Greqisë. Sipas policisë kufitare në këtë dogan, janë regjistruar 4577 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 2111 në hyrje dhe 2466 në dalje, si dhe 1587 mjete në hyrje dalje, nga të cilët 702 janë në hyrje dhe 885 janë në dalje. Për evitimin e radhëve të pritjes në kufi, policia kufitare po punon me 4 sportele në hyrje dhe 3 në dalje në bazë të fluksit të lëvizjes në kufi. Gjatë këtyre ditëve të lëvizjes për pashkët, nuk janë konstatuar radhpritje në sportelet e kontrollit të dokumentave. Nuk kam shumë kipres rast, çdo gjë është okay, ja për 5 minuta besoj kalojnë 10 minuta. Nuk më vjen të vonon, nuk ka trafik. Dhe injori për të shqiptarët, gëzuar pashkët, mbarësi kudo që të jenë. Fluksi i lëvizjes në doganën e Kakavijës pritet të regjistrohet edhe gjatë ditëve në vijim, ndërsa bashkëdhetarët tanë rikthehen në shtetin grek.